A e di çfarë do të thotë ne I përkasim Allahut dhe tek ai do të kthehemi? Një burr erdhi te Imami Fudail ibn Iyad dhe ai e pyeti: "Sa vite ke mbi supe? Pra, sa kohë ka kaluar nga jeta jote?" Ai u përgjigj: "60 vjet." Atëherë Fudaili I tha: "Ti po ecën drejt Allahut të madhëruar prej 60 vitesh dhe je afër për të arritur tek ai." Ai tha: "Ne I përkasim Allahut dhe tek ai do të kthehemi." E pyeti Fudaili: "A e di ti shpjegimin e saj?" Ai tha: "Ti the se je rob dhe se do të kthehesh te Allahu. Kush është I bindur se është rob dhe se do të kthehet te Allahu, le ta di se do të ndalet për llogari. Dhe kush e di se do të ndalet për llogari, le ta di se do të pyetet. Dhe kush e di se do të pyetet, le të përgatis një përgjigje për pyetjen." Burri pyeti: "Po cili është shpëtimi?" Ai tha: "Të bësh mirë në atë që të ka mbetur, që të falet ajo që ka kaluar. E nëse bën keq në atë që të ka mbetur, humbet edhe ajo që ka kaluar edhe ajo që mbetet. Prandaj lutem Allahut të Madhërisëm të na bekojnë atë që na ka mbetur dhe të na falë atë që ka kaluar. O Zot, pranoje lutjen tonë. Amin."